SPAK publikoi raportin vjetor për vitin 2024, një pjesë të raportit e zë skema e pastrimit të parave. SPAK thekson se pastrimi i parave përmes transaksioneve fiktive dhe investimeve të fshehta është një element thelbësor i kësaj skeme. Sipas prokurorisë së posaçme, përdorimi i parave kesh për të shmangur gjurmët financiare dhe riinvestimi i fondeve në aktivitete të tjera ekonomike tregon një nivel të lartë të sofistikimit të kësaj veprimtarie. SPAK bën me dije se nga hetimi i veprave penale në kuadër të korrupsionit janë evidentuar disa tipologji të pastrimit të parave si më poshtë. Pastrimi i parave nëpërmjet kalimit indirekt të fondeve publike. Në këtë tipologji, zyrtari publik përdor pozitat e tij drejtuese për të favorizuar një shoqëri tregtare me qëllim përfitimin e fondeve publike të institucionit që ai drejton. Pas përfitimit të paligjshëm, të ardhurat kalojnë në subjekt privat përfitues tek një tjetër subjekt privat i cili ka lidhje indirekte me zyrtarin publik. Këto fonde më pas investohen në pasuri të paluajtshme. Pagimi për punime fiktive dhe investimi në pasuri të paluajtshme. Shoqëritë tregtare të ngritura qëllimisht për të përfituar në mënyrë të paligjshme fondet publike kontrollohen nga zyrtarët publik. Fondet publike nëpërmjet skemave të pagesave për punime fiktive nxirren më pas nga sistemi bankar në formën e parave kesh. Një pjesë tjetër e parave riinvestohet në aktivitetet tregtare të shoqërisë ose në pasuri të paluajtshme, duke e bërë më të vështirë identifikimin e origjinës paligjshme të parave. Falsifikimi i dokumenteve. Individët lidhur me skemën korruptive përdorin dokumente të falsifikuara për të regjistruar pasuritë e fituara në mënyrë të paligjshme me ndihmën e zyrtarit publik. Pasuria transferohet më pas në pronësi të një përfituesi tjetër, ky fundit e shet apo tjetërson, duke fshehur kështu lidhjen direkte midis zyrtarit publik dhe përfitimit të parregullt, por edhe duke legalizuar produktet e veprës penale. Pastrimi i parave përmes kontratave dhe investimeve. Në këto raste përdoret influenca politike për hartimin e ligjeve dhe marrjen e vendimeve për të favorizuar disa shoqëri tregtare apo subjekte private të përfitojnë prona e fonde publike në shkelje të ligjit. Më pas këto shoqëri tregtare kanë kryer pagesa për interesa të zyrtarëve publik ose ju kanë dhënë prona të patundshme me çmime të cilat janë në vlerën e tregut. Të gjitha këto veprime kryen për të fshehur veprimet korruptive dhe pastruar produktet e veprës penale përmes transaksioneve të ndryshme që fshehin origjinën e tyre.